një sekundë, se më gërvisht ajë shumë fytis, asë ke ide. Të gërvisht fytin, unë të premtova. Jo, që pun ke me sheqerin ti që shke? Sheqer për fytin. Na mujna, se ka qajra plot. Unë e di që qajnë po e bënë, po më gërvisht fytit, kam një gërvishtje shumë të... Po duhet ta zbutësh, a gërvishtje është diçka ashpër që të duket sikur ke si rër, si zhavor. E prandaj dhe marrë basën e sheqerit, prandaj e mora. Ti këti mund të rregullosh, mund të zbutësh pak me ashpërsinë e sheqerit, po sheqeri nuk të bën aq mirë. Se ka një kafja, ndo ashtë qik halvë, qik do një mbësirë tjetër dhe të shtohet pas të niveli. Tani kemi vendosur qep të kuqe për të zjerë. Ne, që kur bota u fiksua pas paketimeve, zgjidhjeve të gatshme industriale, të çajrave apo të ushqimeve, që aty filluam pas të këto problemet shëndetësore dhe haruam që zgjidhja e vërtet është tek çajrat e natyrës, sepse trupi ynë i përgjigjet shumë më mirë dhe më pozitivisht inteligjencës biokimike, të atyre gjërave që ne kemi në shtëpi. Siç rasti i çajit me qep, për shembull, mund të duket si e çuditshme, që një çaj me qep, po qepa e kuqe ka këto veti, se ka vetit veta antivirale, antimikrobiale, shpërbën mukusin që mund të kemi në rrugët tona të frymëmarrjes, rregullon edhe përmirëson atë imunitetin tonë në nivelin qelizor dhe shumë të tjera. Mos i kalojmë tek te shkenca, po këto fjalët popullore që ne dimë, që na bën shumë mirë. Nëse kombinojmë për shembull qepën e zier në formë çaji me vajin e ullirit, një vaj ulliri ekstra i virgjë që ka shumë fenole ose polifenole që themi, ne mbajmë gjithmonë një bidon kështu të mirë që se lëm të përgatim, por e lëm se është i mirë dhe na shërben për këto gjendjet virale dhe po ashtu dhe një mjalt i mirë i papërpunuar, një treshe e tillë, provojeni se sa mirë do të ndjeni në një çaj antiviral dhe shumë të fuqishëm për mikrobet, inflamacionet e trupit dhe për imunitetin. Fillimisht do ta vendosim qepën e kuqe në ujë për të zier 10 minuta. Më pas do ta kullojmë, ne e kemi vendosur gjatë publicitetit, ajo ka zier, e sjellim këtu Albana. Nuk e kam shpikur unë këtë çaj, e kanë sugjeruar ekspertët, profesionistët që lidhen me këtë fush, dhe sigurisht duke patur 3 element të fuqishëm anti-inflamator dhe antibakterial, na ndihmojnë pse jo t'i rikthehemi shpeshherë në natyrë dhe të mos mbetemi pre e zgjidhjeve të gatshme. Ja, do ta kullojmë, mbas e marrim një kullesë apo po e shtoj kështu lug-lug. Ta provoj një herë mbas e bie. Pra kemi zier qepën e kuqe. Në rregull. Ajë sa na duhet, derisa ajo të fillojë të zbardhet. Pasi e kemi kulluar, në të do të shtojmë vaj ulliri. Ne këtë e kemi të garantuar se e kemi marrë shumë të mirë. Eksa të virgjë, ja shtojmë vajin e ullirit, 2 lugë gati vaj ulliri. Dhe pasi ti jetë ftohur pak, sepse tani sa e tërhoqëm nga zjerja, pasi të ketë kaluar ajo temperatura e madhe, do të shtojmë edhe mjaltin, sepse dihet që mjaltin nuk e shtojmë çajit në temperaturë të lartë. Do ta shtojmë gjithmonë kur të jetë ftohur pak ujë apo çaji. Do ta lëm pak Albana, unë do t'i shtoj te gota. Dhe ti do ta pish këtë çajin. Unë nuk po them me një çaj do bëjmë mrekulli u largua viroza, por nëse duam çdo ditë të forcojmë nga pak veten, edhe të largojmë inflamacionet që mund të kemi për shkak të virozave apo gjendjeve të ftohtit, mund të drejtohemi direkt tek produktet tona të natyrës. Po e lë kështu siç është. Pra, detyrim me përcaktim. Detyrim me përcaktim. Ti edhe unë, më pas dhe nga një lugë mjalt, nuk do t'ja shtoj që mos e bëj gabimin vetë dhe më pas dhe ju në shtëpi, gjithmonë mjaltin e shtojmë çajit kur ai të jetë në një temperaturë pak mesatare. Edhe kolla është inteligjente. Kjo është efekti placebo. Sa po çajit i të gërishtja. Sa na çojnë te doktori, na ikën dhimbjet, te dentisti na pushon komplet dhëmbje, është efekti placebo. Pra një çaj me 3 përbërës, qepë kuqe, vaj ulliri i mirë, edhe mjalt i mirë i papërpunuar, që, do thonë ju ku t'i gjejmë në këto, po me të kërkuar pak. Po smundjen a duan nga... Çfarë po të nxehet aty, çfarë po të zjen? Jo pa që